Një punojës brenda spakut ka dhënë një informacion të një person tjetër që ai ka dëgjuar brenda spakut. Pra spioni ekziston. Nuk është diçka e pa ekzistuar, por spioni nuk është ai që mund të ketë bërë veprime për të ndihmuar, po për dhënë informacioni ose dhënie të një mendimi ose dhënie të një vrejtje, të dhënie pra diçka e të një sinjali është dhënë. Sepse zotëri nuk mundet këta persona që punojnë në shtet të shkojnë te spaku për çfarë të gjurmojnë. Edhe sikur të ishin të proceduar penalisht vetë, çfarë do përfitonin? Pyetja shumë e thjeshtë. Do ndaloje ti me hakerimin, grumbullimin e provave materiale që janë kundër teje? Jo. Çfarë do bëje? Do bëje akt procedurial, arrestim të një personi me të dhënat sepse do të hakerojë dhe do të merr informacion. Pra, nuk mua deklarata e spakut nuk më ngjan fare besueshmëri. Ju e dini qëndrimin tim për spakun, nuk ndryshojnë dhe vetëm se ndodhin këto ngjarje, për mendimin tim, janë ngjarje të cilët janë të inskenuara. Nuk janë ngjarje që ndodhen në realitet kështu. Ose dikush nuk thot të vërtetën, ë? Pra, ata të brenda nuk thënë të vërtetën sepse kanë ra vetë në kurthin e tyre, apo i ka ra në kurthin e dikujt që ja ka bërë kurthin. Është e pa imagjinueshme kjo që më thoni. Një institucion që kemi investuar me miliarda euro nuk ka mundësi të vetë mbrohet, atëherë për çfarë e kemi? Nuk ka rëndësi a ke spiuni brenda edhe bën veprime aktive. Spiuni mund të jetë brenda, nuk bën veprime, por shpërndan fjalë. Po spiun nuk është ky, çfarë është? Pasojat besoj do të jenë të ndjeshme nga kjo apo nuk besoj se do të ketë pasoja, sepse nuk mund të marrin në qafë veten e tyre ata se do të shkatrojnë gjithë imazhin që kanë spaku në raport me qytetarët shqiptar. Shpëtej për avokat, me që jemi në vazhdim të kësaj që ju tha nuk mund të marrë në qafë veten, tek raporti që ka dorëzuar në kuvent prokuroria speciale, pra spaku, ka kërkuar që të jepet një zgjidhje, një drejtim edhe fatit të prokurorëve pas marrimit të mandatit. Pra, të kthehet debati për mandatin e dytë që kërkojnë. Po ju kam thënë me kohë edhe kemi diskutuar që Altin Dumani don të duket burri i mirë tek kolegët e vet që unë po luftoj që të bindim këta në parlament, që ne vetëm i arrestojmë, edhe duam të bindim, që të na japim mundësinë që të dalim nga detyra e spakut në pension dhe mos të ikim nga kjo detyrë dhe të ngelim në mes të rrugës. Kjo është e vërteta dhe jemi në Shqipëri dhe dim shumë mirë që sa herë kanë ndodhur reforma dhe sa herë kanë ardhur qeveri të reja ose kanë ardhur frymëzime të reja afat shkurtër, se s'kanë qenë asnjëherë afat gjatë, tregon qartësi që ai po punon edhe për veten e tij që mos të dali nesër në rrugë ose mos të dali nesër të kërkojë azil politik. Duhet keni parasysh diçka. Zoti Hameta ai nuk i kishte menduar kur që sot do ishte në Zvicër. Zoti Tahir nuk i kishte menduar sot që do të ishte burgaxhi në shtëpinë e tij. Zoti Veliaj nuk i kishte menduar që sot do të ishte një burgaxhi i cili i gjithë spaku punon vetëm për ta përgjuar. Zoti Ilir Beqaj nuk do e kishte menduar